Përshëndetje të nderuar shikues. Lëvizja vetëvendosje tashmë i ka emrat për presidentin e ardhshëm të Kosovës, por ata nuk do të bën publik para takimit me LDK-n, ka deklaruar ministri në detyrë i punëve të jashtme Glau Konjufca. Ai ka thënë se VV-ja dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti janë të gatshëm për takimin me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, ndërsa pret që në këtë takim të diskutohen emrat konkret për presidentin e ardhshëm. Konjufca ka bërë të ditur se emrat tashmë janë përcaktuar nga VV-ja, por ka thënë se publikimi i tyre para takimit do ta dëmtonte procesin e negocimit. Ai ka thënë se i vjen keq që takimi nuk u zhvillua gjatë javës së kaluar, por ka shprehur mirëkuptim për nevojën e partive që të përcaktojnë emrat konkret për president. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje po vazhdojnë tash e një kohë diskutimet për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në fillim të bisedimeve, LDK-ja pati insistuar që posti i presidentit i takoj kësaj partie si balancë demokratike. E në takimin e fundit që Kurti e pati me Abdigjikun, Vjosa Osmanin dhe Lutfi Azirin u deklaruan se janë pajtuar për profilin e presidentit të ardhshëm të vendit dhe se në takimin e radhës do të shkojnë me emra konkret. Deputetët e PDK-s dhe të Aleancës kanë vazhduar aksionet e tyre në mbështetje të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, duke protestuar fillimisht para ndërtesës së qeverisë dhe më pas duke u mbledhur në sallën e Kuvendit. Deputeti i PDK-s Elmir Reqica ka thënë se askush nuk ka të drejtë ta pengojë konstituimin e Kuvendit, duke theksuar se shteti, kushtetuta dhe Kuvendi nuk janë pronë private e askujt. Reqica ka kritikuar edhe administratën e Kuvendit, duke thënë se nuk ka të drejtë ta ndërpres zërimin në sallë, pavarësisht të numrit të deputetëve të pranishëm. Ndërkaq Arben Mustafa ka cilësuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti uzurpator, duke kërkuar që ai t'i hap rrugë konstituimit të Kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja. Aleanca ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale në lidhje me 17 vendimet që janë marrë në mbledhje të qeverisë në detyre që kanë të bëjnë me emërimin e komisioneve për rekrutimin e zyrtarëve të lartë shtetëror. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri ka thënë se këto vendime janë në kundërshtim me ligjin për qeverinë, pasi sipas tij qeveria në detyrë nuk ka legjitimitet të plot për ndërmarrje të tilla. Ndërkohë, deputeti i PDK-s Përparim Gruda ka njoftuar se ka dorëzuar kallëzim penal ndaj Albin Kurtit dhe deputetëve të LVV-s, të cilët sipas tij mbajnë funksione të dyfishta, ministra dhe deputet. Gruda ka pretenduar se përmes këtyre funksioneve të dyfishta janë shpërndar mijëra euro nga qeveria në detyrë, duke thënë se kjo situatë nuk mund të vazhdojë. Qeveria në detyrë quhet Asamblistët e vetëvendosjes në Prishtinë kanë dorëzuar në hetuesi pretendimet të tjera për legalizime të palegjshme në kryeqytet. Sipas shefit të asamblistëve të VV-s në Prishtinë, Gëzim Sveqla, bëhet fjalë për materiale që janë pranuar nga një sinjalizues anonim, e që thotë se është punëtor i komunës. Sipas tij, në to përmenden biznese, zyrtar dhe shkelje të pretenduara gjatë procesit të legalizimit. Sveqla ka deklaruar se materialet do të bashkëngjiten kallëzimit penal të dorëzuar më 30 korrik, ndërsa pretendimet e tjera përfshirë transferet të shumave të mëdha drejt Britanisë do të përcillen edhe institucioneve të drejtësisë. Ai ka akuzuar qeverinë e Përparim Ramës për keqmenaxhim, duke thënë se Prishtina po plaçkitet. Komuna pati paralajmëruar masa ndaj kujdo që rezulton se ka shkelur ligjin. Që ka ndodhur në komunën e Prishtinës.
Ministri në detyri punëve të jashtme dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauku Njufca, është deklaruar i pafajshëm në rigjykimin për hedhjen e gazit Lociellës në Kuvend në vitin 2016. Jo nuk ndihen fajtor, ka deklaruar Konjufca para trupit gjykues. Prokurori Dardan Qela ka deklaruar se Prokuroria e Shtetit mbetet prapa akt akuzës për veprën penale të përdorimit të armës apo mjetit të rrezikshëm, duke thënë se pret që fajësia e të pandehurit të vërtetohet në fund të procesit gjyqësor. Gjykata themelore në Prishtinë e kishte shpallur Konjufcën të pafajshëm më 26 shkurt 2024, por apeli e kishte kthyer rastin në rigjykim. Pas vrasjes së një 25 vjeçare e shtatzën në Kërvasari të Malishevës, Ministria në detyre e drejtësisë Donika Gërvalla ka mbajtur takim me përfaqësues të policisë, prokurorisë, gjykatës dhe qendrës për punë sociale. Në fokus të takimit ishte funksionimi i mekanizmave institucional dhe masat për parandalimin e rasteve të dhunës. Gërvalla ka kërkuar hetim të plot dhe zbardhjen e rastit, duke theksuar se përgjegjësia duhet të përcaktohet nga organet kompetente në përputhje me ligjin. Ajo ka ritheksuar qëndrimin për zero tolerancë ndaj dhunës dhe forcimin e mekanizmave për mbrojtjen e viktimave. Sipas informacioneve të institucioneve përgjegjëse, bashkëshorti i viktimës dyshohet për përfshirjen në rast, ndërsa viktima, bazuar në të dhënat e deritanishme, nuk rezulton të ketë qenë më pare evidentuar në ndonjë situatë që do të sinjalizonte një rrezik të tillë. Të paktën 14 përsalindur kanë humbur jetën si pasojë një zjarri që ka shpërthyer në repartin e maternitetit të një spitali në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad. Ekipet e shpëtimit kanë bërë të ditur se zjarri tashmë është vënë nën kontroll dhe të lënduarit janë dërguar në repartin e kujdesit intensiv. Një i përsalindur është shpëtuar. Zjarri ka shpërthyer në katin e tretë të repartit të nënës dhe fëmijës në spitalin Pims, një nga spitalet kryesore shtetërore të qytetit. Mediat lokale raportuan se shkaki i zjarrit ishte një defekt në sistemin e ajrit të kondicionuar. Kryeministri Shehbaz Sharif ka shprehur pikëllim të thellë dhe ka urdhëruar një hetim të menjëhershëm. Incidenti është ndër zjarret më vdekjeprurse në spitale vitet e fundit në vend, ku kujdesi shëndetësor qeveritar subvencionohet, por objektet shëndetësore përballen me burime të pakta dhe mbi ngarkesë, ndërsa organet mbikëqyrëse shpesh i kanë kritikuar autoritetet për keq menaxhim. Ishin këto lajmet e orës 13, ju faleminderit për vëmendjen, miropafshim. Të nderuar shikues, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube.